Mbrëmjen e sotme sjell një përballje shumë interesante në futbollin ndërkombëtar. Në fushë zbresin Kosova dhe Turqia, futball, dy skuadra që synojnë rezultat pozitiv dhe që kanë tifozëri të zjarrt pas vetes. Interesimi për këtë ndeshje ka qenë i madh dhe pritshmëritë janë shumë të larta, sidomos nga ana e Kosovës, e cila kërkon të vazhdojë paraqitjet pozitive dhe të tregojë se është gati për sfida edhe më të mëdha. Për të analizuar këtë përballje, ne sot në linjë të drejtë për drejtë kemi gazetarin sportiv Lorik Jashanica, me të cilin do të flasim për atmosferën, formën e skuadrave dhe faktorët që mund të vendosin rezultatin e kësaj ndeshjeje. Përshëndetje Lorik dhe mirë se takohemi në programin e Gjuhës Shqipe në Radio Televizionin e Maqedonisë. Mirëmëngjes dhe përshëndetje për gjithë shqiptarët atje. Lorik, fillimisht na tregoni si ka qenë atmosfera këto ditët e fundit para ndeshjes dhe si e përjetoni momentin e fillimit të saj gjatë natës së sotshme? Padyshim po, këto 5-6 ditët e fundit kanë qenë të jashtëzakonshme për çdo tifoz të futbollit në Kosovë. Personalisht kam qenë prezent edhe në Slovaki, ku kemi bërë fiturën historike për të bërë hapin e madh drejt finales që luhet sot ndaj Turqisë. Njerëzit kanë një energji shumë pozitive, atmosfera është jashtëzakonshme. Mbrëm ka pasur shumë atmosferë edhe deri në orët e mbrëmjes në sheshin e Prishtinës, po ashtu ka edhe tifozë turq që kanë ardhur në Prishtinë për ta përkrahur kombëtarin e tyre, sepse edhe ata kanë një mungesë të gjatë në kampionatin botror dhe po ashtu duan fiturën. Në Prishtinë mund të them lirisht se sot do të jetë një prej atmosfera më të mira në historinë e futbollit të Kosovës. Në stadium për 90 minuta do të ketë një atmosferë elektrizuese dhe tifozët që do të jenë prezent në stadiumin Fadil Vukrit, që mund të them që janë me fat që kanë siguruar bilet. Sot do të na adhurojnë një shfaqje të jashtëzakonshme futbollit që do të na ketë lakmi edhe Evropë. Lorik, si e sheh këtë ndeshje përballje mes Kosovës dhe Turqisë? Cila skuadër hyn më shumë presion në këtë ndeshje? Personalisht mendoj që presioni shkon tek Turqia, sepse ka 24 vite që nuk merr pjesë në kampionatin botror dhe Turqia është një kombëtare shumë e fortë dhe me shumë traditë në futboll. Andaj presioni takon atyre. Nëse flasim për Kosovën, Kosova nuk ka akoma 10 vite që është pranuar në instancat më të larta të futbollit, pranë në UEFA dhe FIFA. Ne nuk kemi asgjë çfarë të humbim. Do të shkojmë all in, që flitet në gjuhën e futbollit, dhe nëse mund ta marrëm kupën e botës, atëherë do të ishte jashtëzakonshme. Nëse jo, për ne edhe kjo që kemi arritur deri këtu është jashtëzakonshme, pasi që nëse kthehemi 6-7 muaj më parë, kur e kemi marrë vesh se me këtë do të ballafaqohemi në grup për kualifikuesit e Kupës së Botës, kur e ishim përballë Suedisë, Slovenisë dhe Zvicrës, askush në opinionin sportiv nuk e ka menduar që ne sot do të jemi 90 minuta larg Kupës së Botës, sepse kundërshtarët ishin jashtëzakonisht fortë. Tjetër gjë është që trajneri Franco Foda dhe lojtarët dhanë maksimumin dhe mund na bëjnë sot ëndrrën realitet. Mund të na thoni nga ndeshjet e fundit të Kosovës, çfarë të ka lënë më shumë përshtypje në lojën e kësaj përfaqësuesje? Jo vetëm ndeshjet e fundit, por prej momentit kur ka ardhur trajneri i ri Franco Foda, është vërejt ndryshimi më njëherë, sepse sot për sot nuk ka më yje në kombëtarin e Kosovës. Sot për sot ka një grup vetëm që cilë luajnë për njëri tjetrin nga minuta e parë deri në minutën e fundit. Kjo i ka munguar Kosovës, sepse në të kaluarën ka pasur ndeshje ku kanë luajtur edhe disa lojtarë që nuk e kanë merituar, ndërsa me trajnerin Franco Foda ka ndryshuar gjithçka. Ai që ka minutazh, ka formën e mirë në klubin ku luan edhe te kombëtarja e Kosovës. Ai që është yll në thojza ose yll vërtet i kombëtarës së Kosovës, por nuk ka minuta në kombëtarën në ekipet e tyre, atëherë nuk luan te kombëtarja e Kosovës. Kjo është ajo që kemi kërkuar ne me vite në studiot televizive në Kosovë, këtë na ka realizuar trajneri Franco Foda. Kështu që kem kalon shumë përshtypje, sepse në momentin kur luajnë lojtarë të cilët kanë minutazh në klubet e tyre, atëherë suksesi nuk mungon dhe kjo po dëshmohet edhe tani. A mendoni se kjo skuadër e Kosovës ka arritur pjekurinë e duhur për ndeshje të nivelit play-off? Absolutisht po, sepse ne jemi ballafaqur tash me kombëtare shumë të forta që u përmendëm më herët me Suedinë, kemi mbushur Suedinë jashtë, Sloveninë jashtë, Slovakinë jashtë, kemi luajtur me Çekinë, me Danimarkën, me Anglinë, me Spanjën, kemi luajtur me fuqitë e mëdha të botës, andaj jemi pjekur dhe kemi krijuar eksperiencë në këto kompeticione, si kualifikuesit për kampionatin evropian, si ligën e kombeve, si kualifikuesit për botror. Andaj jemi të pjekur, normalisht jo sa kundërshtarët tonë të sotëm, sepse ata kanë një histori shumë të gjatë dhe kanë shumë më shumë përvojë se ne në këtë sferë.
Megjithatë jemi të gatshëm dhe jemi të pjekur dhe kemi një trajner. Unë besoj shumë tek lojtarët e Kosovës, kam besuar gjithmonë sepse Kosova gjithmonë ka prodhuar lojtar, jo vetëm për Kosovën, edhe për Shqipërinë, edhe për Zvicrën, edhe për kombëtare të tjera, kështu që ne nuk do ta kemi asnjëherë problem për lojtarët, do ta kemi problem vetëm për një trajner të mirë, cilin tani e kemi dhe prej të cilit duhet ta marrim më të mirën që të na bëjë në realitet. Mund të na thuar se çfarë mund të bëjë Kosova ndryshe nga ndeshjet e kaluara për të arritur një rezultat pozitiv? Asgjë. Personalisht mendoj që asgjë nuk do të bëjnë ndryshe sot. Kam qenë edhe në disa emisione sportive këtu në Kosovë, në ditët e fundit dhe kemi diskutuar në lidhje me këtë që më pyete. Ne nuk do të ndryshojmë asgjë. Kemi ardhur këtu, ku nuk kemi besuar që do të vi deri këtu. Kemi ardhur me atë formacion, me atë përbërje, me atë lojtar. Sot do të luajnë ata lojtar që na kanë sjellë deri këtu, ai formacion që na ka sjellë deri këtu. Normalisht duhet të mbrohemi më shumë sepse forca më e madhe e Turqisë është sulmi i tyre, dihet që ka lojtarë që luajnë në Real Madrid, në Juventus, në Juve, në klubet më të mëdha të Evropës dhe forca dhe fuqia e tyre është e jashtëzakonshme. Kështu që sot besoj që duhet të jemi pak më defanziv që dhe të tentojmë me kundërshtumin. Asnjëherë duhet ta respektojmë pra kundërshtarin Turqinë, po jo në atë nivel sa ta nënvlerësojmë veten dhe ta humbim ndeshjen nga vlerësimi dhe respektimi i tepërt për Turqinë, sepse si për ta si për ne janë veç 90 minuta dhe në Prishtinë ne kemi ditur që edhe gjikant të futbollit të imposhtim, kështu që se jo edhe sot. Sipas jush, kush mund ta bëjë diferencën te Kosova në këtë përballje? Personalisht pres shumë nga Vedat Muriqi. Kam një arsye pse e them këtë, sepse Vedat Muriqi ka luajtur shumë në Turqi, ka luajtur në disa skuadra turke, njeh shumë mirë mentalitetin e tyre, zotron gjuhën e tyre, pash edhe dje ishëm prezent në konferencën për shtyp, shumë gazetarë turq ishin të interesuar rreth tij dhe lojës së tij dhe mendimit të tij për Turqinë. Po ashtu për këtë që po them e mbështesem me një intervistë që ka dhënë ai sfundi për shtëpinë e futbollit FIFA, ku ka thënë se ëndra ime më e madhe është ta kualifikoj Kosovën në kampionatin botror dhe pastaj do të pensionohem nga kombëtarja. Edhe mendoj që sot e ka momentin ta bëj këtë realitet, na kualifikoj në Kupën e Botës, të luajnë ato ndeshjet e kampionatit botror dhe pastaj të mbahet përgjithmonë mend se një legjendë e futbollit. Lorik, mund të na thuash se si e shihni atmosferën dhe disponimin te futbollistët dhe stafi teknik para një ndeshjeje kaq të rëndësishme? Kam qenë shumë afër kombëtarës së Kosovës këtë ditë, jam takuar me futbollistë, me trajnerin, kam ndjekur stërvitjet, kam ndjekur konferencat. Sinqerisht ajo që po e ndjej afër tyre është një energji shumë e mirë, një motivim dhe një optimizëm shumë i madh, pavarësisht që kundërshtari është jashtëzakonisht shumë i fortë. Më herët kur kemi pas kundërshtar të tillë, kemi qenë më të kujdesshëm, më të rezervuar, nuk e kishim shumë atë motivimin e madh sepse e dinim që kundërshtarët janë shumë të fortë. Sot kur jemi duke folur, lojtarët e Kosovës besojnë dhe janë të vetëdijshëm që mund ta mbushin Turqinë. Kjo është ajo që duhet ta kemi në mendje para fillimit të ndeshjes dhe normalisht që mos t'i harrojnë edhe ata detyrat që do t'ja jap trajneri, dalin fush me këtë motivim, ju tepruar, me detyrat që ka dhënë trajneri, me përkrahjen e tifozëve dhe t'i bëjnë krenar të gjithë shqiptarët, sepse unë besoj që të gjithë shqiptarët kudo që janë sot do të gëzohen me fiturin e kombëtarës së Kosovës. Lorik, a mendon, a është kjo nga ato ndeshjet që mund të themi lirshëm, që mund të shënojë një moment historik për Kosovën në futboll? Mund të jetë tashmë këtë çfarë po e them mund të jetë si klishe, sepse kanë thënë edhe disa futbollistë tjerë, megjithatë personalisht mendoj e kam thënë edhe vetë në disa media të huaja, nëse Kosova fiton sot, do të jetë ngjarja më e rëndësishme pas pavarësisë së Kosovës. Pse e them këtë? Nëse Kosova kualifikohet në kampionatin botror, është kompeticioni më i madh i futbollit që ndiqet në botë. Janë 8 miliard njerëz në botë, 5 miliard e shikojnë këtë kompeticion për një muaj rresht. Kosova nuk do të fitojë vetëm në aspektin e futbollit, në aspektin e sportit, do të fitojë edhe në shumë dimensione të tjera, do të fitojë edhe në politikë, do të fitojë edhe në njohje globale, do të fitojë edhe në media, PR, që do të bëhet shumë sene të tjera, të cilat do të jenë shumë të mirësoara për ne, sepse e dimë që nuk kemi shumë vite që jemi shtet, kemi ende probleme të cilat na poshen herë pas here, si në sport, si në sfera tjera, kështu që nëse sot fitojmë, atëherë gjithçka do të jetë ndryshe, Kosovën do ta shohim shumë ndryshe nga nesër, nëse sot fitojmë. Edhe kjo është ajo që ne luftojmë çdo ditë këtu në Kosovë,
për ta bërë Kosovën më mirë, për ta bërë Kosovën më të evropianizuar dhe shpresojmë që lojtarët ta kenë parasysh një gjë të tillë dhe dalin sot me këmbë të lehta dhe ta mposhin Turqinë. Dhe Lorikë, në fund, cila është pritshmëria juaj personale dhe a mund të themi që mund të bëj histori sonte Kosova? Jam i bindur që sonte me atë sa kom pa të lojtarët, nëse ajo reflektohet edhe zbatohet në fushë, atëherë jam shumë i bindur në fitoren e Kosovës. Normalisht shumë njerëz që mund na shikojnë thonë që ndoshta unë se ngjan Turqinë. Unë jam shumë afër e futbollit, e di se çfarë fuqie ka Turqia, por e di edhe çfarë fuqie ka kombëtarja e Kosovës. E di se si luajnë ata në ndeshjet e fundit, si luajmë ne në ndeshjet si vendos, çfarë tifoz kemi dhe çfarë nuk kupton kjo për ne. Kështu që besoj shumë tek fitoria. Nëse dëshiron një parashikim, kam thënë edhe më herët, sot fitojmë 2-1. Shpresoj që ndeshjat mos shkojnë në vazhdime as se të mos shkojnë në penallti, sepse nuk besoj që kemi zemër të mjaftueshme për të përballuar deri në atë pikë. Kështu që besoj shumë në fitore dhe shpresoj shumë që me përkrahjen e gjithë shqiptarëve kudo që janë lojtarët tonë do të fitojnë me rezultatin 2-1. Të faleminderit shumë Lorik për gjitha këto informacionet, për atmosferën sadopak që u mundove ta shprehesh me fjalë në emisionin tonë Ritmi i ditës në programin e gjuhës shqipe pikërisht në televizionin shtetëror të Maqedonisë. Kështu që dhe ne shqiptarët nga Maqedonia i urojmë sot Kosovës fitore, ashtu siç e the, 2-1 le të jetë ky rezultat dhe ne mirë presim. Urime Kosovë nga tani, shpresojmë që të kemi sonte një finale të madhe, një fitues si që është Kosova dhe pse jo të kemi edhe një histori në fushën e sportit. Të faleminderit shumë. Faleminderit juve, gjithë mirat, forca Kosova. Forca Kosova. Forca Kosova edhe ne shqiptarët nga Maqedonia i urojmë sot Kosovës të jetë fituese kundër skuadrës Turqisë që do të luan sot pikërisht në stadionin e Fadir Vokrit në Prishtinë.